Direkt sa u poq, mbaroi gjysma e tepsisë me byrek. Ky byrek është me ajkën e qumshtit. Kjo recet është e gjyshes time dhe thash pse mos ta ndaj dhe këtë recet me ju. Se byrek me qumësh dhe vezë bëjnë të gjithë, ndërsa këtë recetën e byrekut me ajkën e qumshtit nuk isha parë njëri që ta bënte. Shikoni pak se sa të mirë e ka bërë nana ime këtë byrekun. Sa herë që zjen qumshtin ose zën kosin, gjyshja ime e ruan gjithmonë ajkën që krijohet. Do të ngrohim pak qumësh në një tenxhere dhe në një tas tjetër do të thyejmë 3 vezë. Me qëra fjala shumë për jush që i shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow, pse nuk e shtypni butonin follow ju lutem. Pasi qumshi të jetë ngrohur, do shtojmë brenda vezët, ajkën dhe pak krip. Do të marrim një tepsi, do ta lyejmë me vaj dhe do të vendosim petët e thata për byrek. Dhe kështu do t'i lagim petët me qumshtin, me ajkën dhe vezët. Gjyshja po më tregonte se këtë byrekun e bënin vetëm në raste të veçanta, si për shembull kur vinin miqt, për vit të ri ose për festa të ndryshme. Pa shikojeni pak se sa është fryrë ky byreku. Në qoftë se do hapja një furrë buke ose byrektore, ky byreku do të ishte se s'bën në menu. Unë do ju falenderoj shumë që e ndoqët videon dhe tani do ikim me vrap që të haj byrekun. Faleminderit shumë, shihemi në videon tjetër. Ciao.